Dy vajza të mitura humbën jetën mesditën e kësaj të premteje në Bregdetin e Tales në Lezhë. Jonida Dajlani, 9 vjeçe, dhe Adelaida Misha, 11 vjeçe, nga Fushkruja, kishin hyrë për të larë, por në orët e mesditos, kur nisën dallgët, ato nuk mundën të dalin në breg. Pas kërkimeve për disa minuta të familjarëve, por edhe pushuesve të tjerë, trupat e tyre janë konstatuar pa shenja jete, disa metra më larg vendit ku kishin hyrë për të larë. Vajzat e mitura kishin shkuar për të bërë disa orë plazh bashkë me familjet, por pushimet u kthye në tragjedi. Siç shihet në pamje, vendi ku po qëndronin është një plazh i pamenaxhuar. Për ngjarjen tragjike ka reaguar kryetari i Bashkisë së Lezhës Pierin Dreu, i cili shprehu shqetësimin për mungesën e kujdesit dhe vigjilencës në plazhet e pamenaxhuara, të cilat nuk administrohen as nga subjektet private dhe as nga bashkia. Në hapësira të tilla, kujdesi prindëror ndaj fëmijëve, si dhe vëmendja familjarëve dhe shoqërisë ndaj personave që nuk dinë not, duhet të jetë maksimal në çdo moment, theksoi Ndreu. Kjo është ngjarja e dytë tragjike që shënohet brenda muajit në Bregdetin e Lezhës, duke e quar në 4 numrin e të mbyturve në det. Më 4 qershor tek rana e hedhur në Shëngjin, u mbytën teksa po laheshin në det Leonid Aliu, 22 vjeç, nga Fush Kosova, dhe Jetmir Binaku, 23 vjeç, nga Prishtina.